Neki Emra është zëri që rrjedh nga zemra e Prizrenit. Neki nuk është thjesht në këngëtar, është një kompozitor i ndjenjave, ai këndon duke dhënë emocion që e ndryshon komplet atmosferën. Që në Vezhli, pianoja e thjesht e familjes Emra u bë dera e tij drejt një jete plot këngë e krijime nga ai. Dhe Neki sigurisht se na ka nderuar sot në Mekast. Ashtu si që një thras të gjithë mysafirët e mi, qëllimisht që të flasim për krijimtarinë e tyre, për le të themi profesionalizmin që ata shprehin para të tjerëve, apo për peshën e bagazhin e gjitha atyre krijimeve të cilat Neki Emra i ka në publik. Faleminderit që jemi neve, Neki. Faleminderit për ftesën, Paulina. Është një kënaqësi e zakonshme kur jam në Glam Radio, e sot është një kënaqësi e veçantë për mua që për herë të parë më duket, Po, për herë të parë. Do të jemi së bashku në bashkëbisedim. Një nga një, se kemi qenë një herë tjetër më duket një debat, por që sot është me të vërtetë për mua një nder i veçantë që do të bashkëbisedojmë për gjithë ato që kam ndërtuar këtyre viteve. Në fakt, Neki, unë kur flas për ty ose kur ju shoh kudo qoftë në prezantimet e juaja, e shoh një lloj energjie të veçantë. Atë energji e ke ndryshe normalisht kur këndon balada, ndryshe kur je në dasma që i ka krejt. Por unë po du me u kthy në Vezhli për me të njoftu pak më shumë edhe me publikën e mandej po dalim edhe te këngët. Si ke qenë Vezhli? A ke qenë ky Neki njëjtë? Kam qenë si fëmijë, tregojnë, kam qenë shumë energjik, po i urtë. Domethënë kam qenë një fëmijë normalisht që i lidhur gjithmonë me aktivitete. Kam qenë në nxans në shkollën e muzikës në Prizren, kam qenë aktor në teatrin e qytetit për shumë vite, kam qenë gjithmonë i angazhuar në për kurse në kohën time, domethënë, nuk ka qenë bashkë e lehtë të mësohet gjuhë huaja, nga se atëherë nuk kemi pas rrjete sociale, YouTube, këto s'kan ekzistuar kurrë, edhe gjithmonë na kanë angazhuar prind përpas shkollës, me na dërguar edhe në kurse gjuhës angleze, kurse të ndryshme. Dhe e flas gjuhën turke? E flas edhe gjuhën turke. Këndon turqisht? Ndonjëherë po, ndonjë këngë po, më ka ndodhur. Sepse vish për Prizrenit gjithmonë lind kjo pyetje. Po, është e vërtetë, nga sa aty kemi edhe minoritetin turk, edhe një është një qytet multietnik normalisht. Po, sigurisht. Por unë më shumë e flas gjuhën e Turqisë sesa gjuhën e Prizrenit, nga se nuk e di për çfarë arsye, ndoshta vitet e 90-ta kur nuk i kishim televizionet tona atëherë, edhe kemi qenë të detyruar në një farë forme në gjuhën shqipe. Kemi mujt me pas televizion me shiqu. Në gjuhën kanë qenë atëherë televizionet e okupatorit, dhe ne kemi qenë në një farë forme të detyruar me zgjedh në gjuhën turke, sigurisht. Në gjuhën turke, të cilën pak e kemi kuptuar. Jemi mundu me shiqu edhe televizione me ato satelitat në hershmit, në gjuhën gjermane, po s'mershin vesh fort, edhe ka qenë një periudhë që të po marrin vesh diçka. Po, vërtet. Edhe mandej shiqeshim pak televizionet turqisë, dhe aty fillova me mësu gjuhën turke pak më mirë. Me shoqni normalisht kam fol shqip gjithmonë prezanton, edhe pse shoqnia shumë me zveti kam fol edhe turqisht, normal ka qenë prezant ajo, po unë gjithmonë kam fol shqip, dhe e kam mësu mirë. Deri me një mas mirë e flas edhe gjuhën turke. Po për me këndu, normal, njerë kam pasë një performansë në televizionin shtetëror të Turqisë, TRT, në një nga prezentimet e artistëve të Kosovës, kam pas këndu një këngë në gjuhën turke, edhe 3 këngë në gjuhën shqipe, kemi pas me këndu 4 këngë, kështu që edhe aty kam prezentu një farë forme, një këngë, edhe në gjuhën e tyre, por 3 në gjuhën shqipe, kështu që mu ka desht her pas herë. Po sigurisht është edhe në nder dhe respekt shtetit që ju ka ftuar atje për t'ju prezantuar. Por kur flasim për Prizrenin, normalisht që mendja na shkon te Zambaku i Prizrenit. E tham, le të njoftohemi me Nekin, pak si fëmijë si ka qenë, vjen nga Prizreni, dashnia për Prizrenin, por hajde po ndalim edhe te Zambaku i Prizrenit. Zambaku i Prizrenit për mua i ka dy domethënie, i ka 2 kuptime. E para është që mënyrë sot, pasi që nuk e kam më babajin, më lidh një farë forme me babajin tim, nga se një nga themeluese Zambaku i Prizrenit ka qenë prindim, dhe për 10 vite ka qenë drejtor në kohën e masave të dhunshme, drejtori i Zambakut të Prizrenit, kur ka qenë më së vështiri me mbajt një festival në Kosovë, ai me çdo kusht të mundu me mbajt Zambakun dhe ka arrit mos me shu si festival. E di që shumë herë kanë marrë policia pas festivalit, e kanë dërguar në burg, e kanë kthy, e kanë liru, e kanë marrë pyetje. Mirë, po ai nuk u dorëzoi kjo, do kemi mbajt atë festival. Sot më lidh Zambaku Prizrenit me të.
çështja e parë, dhe çështja e dytë se un jam lidh me këngën e vjetër qytetare nëpërmjet Zambakut Prizren. Nga se pasi prindi ka qenë vetë aty. Gjithmonë si fëmijë kemi shkuar, kemi ndëgjuar festivalin, kam dëgjuar këngë të jashtëzakonshme në ato kohë kur janë kriju shumë të bukura të kompozitorëve shumë të njoftën të Kosovës, dhe një farë forme fëmijëria ime është lidhur me Zambakun e Prizrenit, deri në një moment kur ishte një nga ëndrat e mia dhe këndoj në Zambak, dhe në vitin 2007 unë nuk kam qenë atëherë këngëtar, kam qenë pianist. Domethënë kam qenë tastierist me grupe të ndryshme, kam luajt shumë në piano, në tastier. Mirë po vendosa në 2007 atëherë me sfidu veten me një këngë që e kompozova vet, isha kantautor, tekstin e pata shkruaj vet, falni, muzikën e pata bëu vet, orkestrimin e bona vet, edhe këndova vet. Dhe në fund dola fituesi atij festivali. Dhe ka qenë një emocion i jashtëzakonshëm për mua, nga se ende sot e kësaj dite ajo këngë më emocionon, e ka një tekst shumë të mirë dhe shumë domethënës. Dhe sigurisht gjithë kjo dashuri lidhet me atë se çfarë ka dhënë ky festival për ju, por sigurisht edhe çfarë keni krijuar ju, sepse tutje keni vazhduar për Zambakut të Prizrenit, po thoni që këngën e parë keni filluar aty dhe sikur të është dhënë e mbara. Unë po du me undal pak fillimisht te neki i baladave, edhe për me dal te neki i dasmave, sepse janë dy neki të ndryshme në këto dy fusha të muzikës, apo le të themi profile të muzikës. Interpretimet të veçanta me shumë ndjenja, të vdes apo të pres, është një prej baladave që është krijimi juaj, dhe sigurisht është balad që ka mbetë në mendjen dhe zemrat e shumë dëgjuesve të këngës tënde. Si u krijua dhe pastaj sigurisht në ritmin e muzikës do na këndosh pak edhe nga kënga. Unë para të vdesat po të pres, kisha bo dhe këngë tjera, normalisht edhe pa ta marrë pjesë edhe në festivale ndryshme, mas Zambakut, pa ta marrë pjesë Top Fest. A ta këndojmë pak apo si vëdon? Po vazhdojmë pak, si dush, si ta ndjenë. Ato mua sot më dalim plot, një dhimbje të madhe e kam në zemër, nuk po më lerat edhe gjumin po më nxjerr, ndoshta një tjetër jetë do jemi përpash. Kjo ka qenë domethënë një këngë që me të vërtet sot e kësaj dite emocionohem kur e këndoj e kur e dëgjoj. Ishte një kohë kur, siç kesh tu e tregu, unë kisha bërë dhe balada tjera, edhe pa ta marrë pjesë edhe festivale tjera. Në Shqipëri mora pjesë në Top Fest, mora pjesë në disa festivale. Mirë po ende nuk isha dalë në publik me një videoklip, me një këngë, dhe do isha me bo një këngë tjetër që kisha të gatshme me bo me videoklip. Edhe atëhere, më mbajnë men, babaj imi ndjeri, tha bab nuk bon këta kjo, ata kom pas edhe këshilltar, shok e kom pas, baba kom pas, gjithë shka. Tha nuk bon, tha, të këngë me bo me videoklip. Ajo ishte shumë e mirë, më pëlqej shumë, të ke nuk është kjo këngë për me dalë kënga e parë me videoklip. Tha duhet një këngë që e para është shumë e rëndësi, më mbajt men. Edhe unë e dëgjova. Dhe unë e kam mik shumë të mirë Albatrosin, Albatros Regjaj, i cili një ditë më thret në telefon dhe thot, i kom disa vargje për ty. Dhe thash, hajde për herë. Tha veç ti mundesh me këndu edhe mundesh me kriju muzikën e kësaj, tha, po du me t'i dhuru. Okej, tha veç s'po t'i dërgoj, tha, po takohemi, tha, po du me ta spjegu. Edhe dolem Albatrosin, e pim ka një kafe, edhe Albatrosi e nxori letrën, edhe tha, burri se ka të letë nxjerr lot. Ato mua sot më dalin plot. Edhe ja nisim marrë këtu. Edhe tha, qyr që kom dasht me thonë, ai derisa ma spjegoj ke mu historinë e komplet tekstit, unë veç se në kokë kisha pothuajse një ide. Mirë, po nuk musha me konkretizu çfarë ide. Shumë sene për njerë fillun në më kriju. Edhe tha, po ta lo, tha, mos e bon me njerë, tha, le kur ta gjen atë momentin kur je ti në atë elementin ton, thash lema, tha, se më vyn me gjetat më të mirën. Edhe ai tekst ka nejtë unë një 3 mujtit. Unë kom shku, kom provu, jom kon i trubëll. Një natë në orën 12:30 më do këtë ka qenë
pas mesnate. Unë atëre jetojsha krejt vetë, bëjsha muzikë shumë, mirë po e kom pas atë sintin e kom pas në dhomë, edhe rash me flajt, edhe moment mu më dhezi. Një shenjë ma jep ti, atë vdes apo të pres, edhe ajo veç jom qu, edhe ullam piano me njerë, edhe fillova maksimumi 5 minuta ka gjatë. Komplet konga lindi, nuk e kompozo lindi për mi. Kjo vi melodike që është kjo para violinës, lindi vetë ju. E më falë ti mua, se beson nuk mendova asgjë keq. Të lutem ti mos më dëno, nuk e dita se do të lëndoja shumë. Do shta një tjetër jetë, do jemi pra bashk. Deri atë tregom si unë të jetoj. Deri atëherë tregom si unë të jetoj. E bukur, e fortë dhe sigurisht është, unë po e them, një prej atyre krijimeve të cilat nuk të ikin pa i kujtuar, sepse lënë gjurmë dhe për këto kemi nevojë. Dhe po kthehem prap te baladat, sepse unë thash të vdes apo të pres, mandej me hishtje mos më dëno. Ishte fillimi i gjithçka për mua. Domethënë aty filloi gjithçka në karrierën time mediatike. Fiks. Domethënë krejt njerëz më njoftën me të vdes. Duke lënë gjurmë. Këtu po do të thënë, duke lënë gjurmë, por pastaj vazhdove edhe me balada të tjera të cilat po ishin njësoj të forta, sepse po flasim për një emocion, për një histori, po flasim për këngë ndjekje të cilat e kanë një ngjarje, një zhvillim, një tematik, sepse sot jemi mësuar që të dëgjojmë shumë këngë të cilat na ikin kështu para syve sikur një flash, nuk kanë ndonjë emocion, ndonjë mesazh apo diçka që zhvillohet brenda tyre. Me heshtje mos më dëno. Është gjithashtu një tjetër balad që ka një mesazh të fortë. Me heshtje mos më dëno ka qenë një nga baladat që nga publiku, nga fansat e mi është pëlqyer më shumë ti. Domethënë, unë e kom pas mramje ku kurse harroj, unë e kam përmendur disa herë. S'di viti që ka qenë, ka gjasa që ka qenë 2014, 2015 ose ndoshta para 10-11 viteve ku kam pas këndu me një lokal. 8 herë më kanë shti me këndu me heshtje mos më dëno, edhe herën e fundit kur kam këndu ka qenë një vajzë, nuk e njoh, nuk e di kush është. Tu këndu më ka përqafu, e kom përqafu, ka qajt, kom qajt. Do me thonë, sot e kësaj dite nuk e di kush është ai person, edhe nuk e kom taku, do me thonë, kom qef me ditë kush u kona, ja? Mirë, po kanë qenë një grup shoqni, një 7-8 veta, edhe unë që tash po vjen me qajt këtu e kujtu atë moment, edhe s'ko mujt, e kom shumë mikrofoni, s'ko mujt me këndu, erë në fundit, kemi qajt e dytë. Nuk e di pse kemi qajt. Mirë, po ndjenja që ma ka dhuru mu publiku im gjithmonë, ka qenë e jashtëzakonshme. Do më thonë njerëz, ndjenjë më të mirë se me ta këndu një këngë të cilën e ki kriju, nuk e di a ka. Edhe ajo kënga ka qenë e imja momenti që shumë njerëz i kom pa, që kur i kom këndu me heshtje mos më dëno, të vdes apo të pres ka pas shumë momente që kom pa njerëz të qoftë. Janë të fuqishme, kanë shumë emocion dhe unë këtë emocion po du me transmetu tash edhe të ata që po na dëgjojnë dhe uroj që kjo vajza nëse na dëgjon edhe e di situatën. E falenderoj për atë ndjenjë që ma ka lidhëruar. Do shta dhe të na lajmërohet, se di. Shkojmë pak me këngën. Edhe sa më shumë duhet të vuaj ju, më shaj godit vetëm e heshtur, ti mos ri, mos kërko nga unë, të bien gjunë, me heshtje ti të lutë mos më dëno, po se as një tjetër, kur më nuk e shoh, as një tjetër, po se as një tjetër nuk e shoh, kur nuk e shoh.
Faleminderit shumë. I jashtëzakonshëm, çfarë emocioni. Kur nuk e shoh. E mrekullueshme dhe ne kemi këtu që e kemi duke dhënë shpirtin, sepse kjo është e bukur kur artistët e japin shpirtin. Po nuk edhe artisti shpirtin, sigurisht edhe kënga nuk transmetohet njësoj edhe te ata që po e dëgjojnë. E për me dhon shpirtin, po e themi figurativisht sigurisht këtë, unë e di që Neki nuk e jep shpirtin vetëm në dasma, në balada, por edhe në dasma. Dhe kur flasim për dasma, sepse po du me ndru tash më emocionin. Për emocionin, se gati filluam me çajt. Po du me kthi Neki në një emocion tjetër, po du me fol pak për atë se si është të jesh këngëtar në një dasëm, është një përgjegjësi e madhe sigurisht. Ndoshta le të themi mbi supet e këngëtarit vihet përgjegjësia e gjithë atmosferës që do e shoqëroj kujtimin e çdo familjari për gjithë jetën për atë vend. Si e përjeton një këngëtar? Është shumë e vërtet. Tash ne biseduam deri në këto çaste për balada. Mirë po, për m'ia dhon edhe baladës hakun, duhet me pas shpirtin brenda. Do me thonë, artisti e ka një shpirt artistik. Edhe aty duhet me fokusu energjin. Sado që ajo është e dhimbshme, është një energji pozitive që ti e shkarkon në një kujtim. Njëjt duhet veprosh edhe në këngë atmosferike. Kërkohet ajo energji dhe ai shpirti. Tash unë kur I këndoj këngës popullore, unë njëjtën energji adhuroj sikur se baladës. Besa edhe më shumë. Mirë po ajo rrjedh prej mrenda. Unë muzikën e du. Unë nuk e bëj muzikën për arsye tjetër. Unë e vërteto që fitoj për muzikës. Mirë po nuk ka qenë kur arsyeja primare pse unë e kam bërë muzikën. Unë muzikën e kam bërë gjithmonë në fillimet, gjithmonë e kam bërë për dashuri, nuk e kam bërë për pare. Vonë kam filluar me fitu pare. E tash, ka ardhur dita kur ajo kapitalizu, edhe në një dasëm. Tash, unë e shoh shumë njerëz që thonë, unë po shkoj po këndoj dasma. Unë dasmave kam filluar vonë. 15 vjet po bëhet ndoshta, po nuk është bash vonë. Mirë po, njerëzit më kanë ftuar dasma. Nuk kom mendu që në fillimet e mia që më shku me këndu dasma. Mirë po, njerëz kanë pas dëshirë më dëgju. Dhe A mi çrohesh me çdo çift në kuptimin sepse çdo çift është ndryshe. Dikush mund ta kërkoj, le të themi, muzikën popullore në masë më të madhe, dikush e do muzikën më argëtuese, dikush I do këngët, le të themi, të huaja ndoshta. Ku ta di unë se çka janë preferencat? Shumë pyetje me vend, falenderoj për këtë pyetje. Domethënë, unë çdo çift kur e shoh në një dasëm, unë e emocionona, është e pabesueshme. Edhe nuk e di pse më ndodh ku te secili unë kur I shoh çiftet kur hyn, atë që janë të bukur, atë që janë të mirë, atë që janë të lumtur. Edhe unë më krijohet një farë ndjenje, më duket si gjithmonë është hera e parë, edhe për mua. Tash klishe mund të më tingëllu, mirë po nuk është ashtu. Me të vërtet shumë emocionona kur I shoh. Nga se e qes vetën gjithmonë në pozitën e tyre. Më thom, ata pe fillojnë një jetë të re, kanë me bo fëmijë, kanë me pas jetën përpara, kanë me qenë të mirat, këqijat kanë mi kalu bashkë, edhe secilin kur e shoh e ka një shprehje të emocionit të ndryshme në fytyrat e tyre. Po gjithkush e ka atë bukurinë, edhe atë që më duken të mirë, të bukur, dashun çiftet sa është e pabesueshme. Për atë arsye, kur shkoj unë me një dasëm, që kesh duke thonë parës, unë çdo dasëm e shoh dasëm në vete. Mirë po edhe është ashtu. Nga se asnjëherë nuk I ki 300 dasmor të njëjtë. Janë komplet të ndryshëm. Mund të çifti veç me pas dëshira në të njëjta, po I ki 300 veta që duhesh përpos me këndu, që duhet me qenë primarja, domethënë pa ditë me këndu mos shka, mirë po nuk o gjithçka. Është vetëm një 30% I rëndësishëm në një dasëm me ditë me këndu. Pajtohem. Një 70% në dasëm është komplet. Qysh pe organizon dasmën së këngëtari, qysh pja dedikon momentet e caktuara familjarëve, çiftit, janë disa detaje shumë të rëndësishme. Qysh po komunikon edhe para dasmës ti me çiftin, qysh po jep atë sigurinë atyne që ata mundi konform me ty deri në ditën e dasmës, jo vetëm te ditë e dasma, po ata thrasin telefon një herë, dy herë, takohen me ty 2-3 herë. Ata duhen me një vetën me ty që ti je personi I besueshëm edhe I duhur që kemi ja u bë dasmën e mirë. Në atë moment krijohet një qyshme shpreh, një lidhshmëri aq e fuqishme mes këngëtarit dhe çiftit ose besa dhe familjarëve në momente të caktuara me prindve, saqë vetvetiu dasma rrjedhshëm, shkon rrjedhshëm dhe shkon mirë. Nga se unë e di çka po dojnë çifti, çka po dojnë prind, edhe ata e din çka unë ofroj.
Domethënë, oni proces shumë i gjatë. Mandej gjatë natës, tash unë kom krijuar kimin me çiftin familjar të ngushtë. Mirë, po këngëtari ka për obligim ti menaxhoj edhe masën tjetër me cilët nuk është takuar dhe nuk i ka pa. Domethënë, oni proces shumë interlikuar, nuk është një proces i thjesht dasma. Njerëzit mendojnë që po vjen po kënon dasmë. Jo, unë ashtu nuk veproj. Unë takom shumë herë me çiftin, domethënë sa që kanë nevojë ata, e zhvillojmë këtë procesin bashkë, organizojmë këtë bashkë, dëshirat e tyre kujdes na mi marr parasysh gjithmonë, edhe kur vjen dita dasmës, përgjithësia mbien vetëm për atë pjesë të cilët janë pak më të vështirë, se kam raste edhe kur janë disa dasmor matron, mandej unë i rregulloj këta çikom atmosferik, mandej filloj mu marr me ata që s'lëvizën hiç. Çka jo bën atë? Tash, nëse kemi kohë më mi treguat atë situatë apo shkurt ato sepse po shkëputemi për pak muzikë, rikthehemi sepse nuk kemi me Elon Nekin me shku pak këndu prap. Unë vetë shkurt të them, dasma është gëzim. Edhe nëse vjen dikush i mërzitur ndosëm nuk kam qef me po, mundona maksimalisht mu bo mi andres disponimin edhe dikush që o familjar shumë i larg ose një mik i dasmurve. Nëse ka ndaj problem shumë të madhej, për shembull, unë mundona mi azbrit 50% nivelin atij problemi, tu argëtuaj. Edhe shkoj në tavolinë, e marr pak me të mirë, ja knoj një këngë, mundona mi andres pak natën, nëse arri jam shumë i lumtur këtë botë. Nga se secili për neve kena probleme, mirë po, ato mundona mi avo, shumë herë më ka ndodhur që ju mundu njerëzit mi kthy, në shumicën e herëve ja kom sukses. E bukur kjo, bravo Neke. Po shkëputemi vetëm për pak muzikë të përzgjedhur tash prej arsimit, e po rikthehemi sepse Nekin ende kemi me shtime këndu këtu në Mekast, qëllimisht. U rikthyem përsëri për të vazhduar bisedën dhe këtë atmosferën e jashtëzakonshme që këngëtari Neki Emra na e ka sjell këtu me Kast në Glam Radio, sepse Neki unë qëllimisht i thras njerëzit të cilë dua me i pas këtu, dhe kur i thras ekziston një, le të themi figurativisht, një prapavi, sepse janë njerëz të cilët sjellin energji, sjellin përvoja të ndryshme. Këtu në Glam Radio kemi pasur që nga presidentët e Kosovës, ambasador, le të themi ku ta diun kampionët e botës e të tjerë, dhe këngëtarët të cilët lënë gjurmë. Dhe sigurisht një ndër ta je edhe ti. Kur flasim për këngëtarët që lënë gjurmë, këngët e Vaçe Zelës nuk janë për çdo kënd, nuk janë, le të themi, për çdo rast, janë të veçanta, janë krijimtari artistike të cilat qëndrojnë gjatë, do jetojnë gjithmonë. Dhe këngëtarët të cilët i interpretojnë ata janë me të vërtetë artistë edhe në shpirt. Je njëri ndër ta. Për shembull, valsin e lumturisë. Ja. Një nga këngët më të bukura shqipe është Valsi i lumturisë. Edhe shumë herë çiftet në përdasma ma kërkojnë mja u këndu në momentin e hyrjes ose momentin e prerjes tortës. Shumë herë. Dhe unë e kam pas favorit këtë këngë, shumë vite. Normalisht që Vaçe Zela është një nga perlat e gjithë muzikës mbar shqiptare. Ne gjithë jemi rritë me Vaçe Zelën dhe kur e punova këtë album, ta them një CD live, ma shumë ta quaj ashtu, me ripërpunim të këngëve të vjetra, tu mundu që qëllimi ka qenë që edhe një 18 vjeçar që viken mramit e mia me marr vlera. Ne ta merr një këngë të tillë. Domethënë ti rikthejmë, ti ruajmë ato të vjetrat dhe unë vendosa me bo Valsin e lumturisë. Valsi i lumturisë ka shumë emocion brenda. Si atëherë bashk me pranverën dhe ti lulëzo lule plotver që në shpirt më gjallëro valso vals tio. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Kështu mendu që vitin arshëm i kam 10 vite martesë. Ne ke je lirë. Vitin arshëm për ty edhe pravin për gjithmonë, nga se ju kam mes me të vërtet mirë, edhe kështu që ju veç bëni diçka unë me zemër, për ju me zemër. Se ti në këtë energjinë e këngëve të bukura të transmetuara kaq bukur,
edhe me një shpirt artistik, vërtet që të shkon mendja pastaj edhe me bo një le të themi për dasëm të dytë. Dasëm të dytë ka dhe bukurinë e vet, pse mos mi kujtu çaste këndshme. Bile tash më marr pjesë edhe fëmijë ndarshëm. Po, se këndshme, se gjithmonë konflikt. Unë pse s'kam qenë ndarshëm tonde. A kupton? E tash jep një mundësi me qenë edhe ata ndarshëm. është me të vërtet një nga këngët më të bukura shqipe që unë e du shumë, edhe jo mundu me rikthy, inshallah e kam dhënë hakun deri dikun. Nga se vajzat e Zerën sun e zavën son askush, por që ne të tjerët mundohemi ti rikthejmë si këngë dhe gjeneratat e reja ti shijojnë. Është shumë e rëndësishme që të rikthehen këngët të cilat kanë vlera dhe muzika me vlera, dhe sigurisht kjo të përcjellet e të le të themi të nisë të pëlqehet nga të rinjt, sepse ka ndryshuar sigurisht edhe preferencat, dhe nëse ne punojmë me edukimin e masës, sepse dhe muzika është një formë e edukimit të masës, atëherë sigurisht se kemi me vazhdu traditën e muzikës me vlera. Jemi në muajin maj, dhe muzika me vlera është gjithmonë edhe në muajin maj. Lulet e majit. Pikërisht, kjo ka qenë domethënë një nga misionet. Unë kur kom nisë me këndu këngët e vjetra shtetore nëpër fillimet e mia, shumë pak njerëz i këndojshin. Edhe unë shkojsha me këndu nëpër lokale, tash këndojsha në vende edhe më të vogla. Për shembull, këndojsha në Lipjan, çka ka qenë shumë interesant, atmosfera perfekte mirë, dhe aty pezojmë, këndojsha në Rovec, këndojsha në Kujdim, Ferizaj, në Prizren, Pej, Gjakov, tash ka pas vende, ka pas të ri që nuk e kanë ditë një lulet e majt. Po fiks. Një 17 vjeçar vike aty, 18 vjeçar. Edhe unë e pata konsideru si një mision, bëhet fjalë gjithmonë para 17 vjeçar, bëhet fjalë kjo histori shumë më herët, që ata tri që vinë të une, që mu mi pëlqeshin në shta të vdes apo të pres, ose ku e di një këngë, ata ne ta dëgjojnë edhe një lulet e majt, ne ta dëgjojnë edhe një valcën e lutërisë, ne ta dëgjojnë edhe një se do t'i dua. Edhe unë filloha me një farë forme, një pjesë të natës e imponojsha, e thëmë thojza, dhe pjesën tjetër e plotësojsha dëshirat. Dëshirat u bëjsha atmosferë. Dhe kështu fillun njerëzit me këndu me mu, dashurova së të bukur, se do t'i dua, lulet e majt, gjitha tjerat. Dhe fillun njerëz me mësu, vishin të rit, shumë të ri, mu pëlqen kjo këngë e jotja. Unë i spjegojsha që nuk është këngë e imja kjo. Është këngë, për shembull lulet e majt, unë personalisht nuk e di edhe autorin, por që është një këngë shumë e vjetër, edhe jashtëzakonisht e bukur, edhe e kom kthy. Tash, një Tuman Kuqe njerëz më kanë thirrë special me kënu në përmbrëmje, vetëm për shkak se Tuman Kuqe e kom kthy në një version pak më blues, po them ashtu. Ka qenë pak më sirtaki disa versione, pak më latini kompos disa këngë. Domethënë kemi bën në stile të ndryshme shumë këngë tjetra. Në mesin e tyre është edhe lulet e majt që unë e dua jashtëzakonisht shumë, edhe jo më i lumtur që lulet e majt ne këtu e kemi bë pak më swing ose më jazz, diçka që edhe ajo një version krejt ndryshe për origjinali se si është i bërë. Ja, për dëgjoj. Ja, lulet e majt. Ky version që u punu atëherë, domethënë ka qenë një version komplet ndryshe prej asaj se si ka tingulluar lulet e majt dikur. Po, shumë e bukur. Jashtëzakonshme. Se të mos rindërtohen. Le të rindërtohen, sepse vlerën e kanë të njëjtë. Vjen në një formë tjetër, por që me një tekst të fuqishëm, me një interpretim të fuqishëm, aty është fuqia e këngës. Ti takova Tek forie ullur ti në një lule, lulet e majt për ty janë dërova, lumë turina shpirt besti më fale, por tani e vysh kur maskera, lulet të tua për mua s'kan më vlerë. Nuk je lule bukur e ditët s'maj. E jashtëzakonshme. Sigurisht janë shumë emocione të cilat vërtet po transmetohen me artist lëkthë në gjuhën e popullit. Tani po dua të kthehemi edhe një herë te sezona e dasmave, sepse jemi në prag të hyrjes në sezonën e dasmave. E dim që do të jesh i zënë gjatë verës, ashtu si edhe kolegë tjerë të cilët tashmë vetëm kanë aranjuar dasmat. Urojmë që të gjitha çiftet të cilët të kanë aranjuar si këngëtar
të martohet. Por a ka pas raste ku në momentet fundit është anulu dasma. Nuk martohet çifti, i bie pishman. Në gjithë karrierën time shumë vjeçare, që unë kam nisë me bo muzikë në vitin 1996. Ato nuk e përmendo, shumë interesant. Paret e para i kom fitu 20 marka, vitin 1996. Vitin arshëm po bon 30 vite që unë jetoj një farë forme për muzikës. Gjatë gjithë kësaj kohë, normalisht fillime kom bo muzikë, kom bra sintit, dikur kom nisë me këndu, këngë leta edhe tash shumë vite kënoj shumë dasmave. Gjatë gjithë kësaj karriere, vetëm një rast e kom që jom dija zakonisht keq, ku një qift vetëm. Njëherë ka ndodhë janë do. Ajo ka ndodhë 3 muaj para se me mboj dasma, 3 ose 4 muaj. Aq keq jom një, do më thonë ka qenë një rast në 30 vjetë muzikë që i boj, normal dasma këtoj që 15 vjetë ama shumë, vetëm një rast. Kështu që, kër më ka thirë një daj në telefon, zisha që ka me bo, thash, a muj be diçka me bo, a muj me fol, nështë me, thash, me kontribu diçka, kisha një farë ndjenje që unë muj me pajtu, e kisha një ndjenje, edhe i thash, a muj me fol me unë njerë me të dytë, tha, gjo ka përfundu, kjo punë unë mbyllë me bura, tha kështu që nuk ka pësirë, për kur gjo, ati mos unë i kesh, thash unë te për punina kesh, thash e për parë për mdodhë në jetë, edhe mu prejnë kumt. Kurse aroj, kom qenë të vozit, edhe kom qenë, nuk e di, me një rrugë, e mbajnë men paravërsisht, më duket, nuk ka qenë autostradë, ka qenë një rrugë e ngusht, që ato e mbajnë men që ka qenë rrugë e ngusht, edhe nuk disha që me bo, a mu ndalë me makinë, a me vozit prap, merë një shok, e nalla telefonit, thash, ata thirive prap, provoj edhe njëherë, thash, po qa me thira, im ka përfundu me bura, dhe më të ndosh një adet e na, po, është fjala e fundit, edhe aq keq univa. Dhe më do njerë më ka ndodhë dhe kur se më ka ndodhë, edhe zot lut na zotit kur të mos më ndodhë. E ta shpesh zona shumë kër isho qiftet me fmi, isho plot, isho t'lumtur, e kom një farë energjiet mirë që ju dhëroj gjithmonë shumë dasma, normalisht kam kënu me vite tona, edhe ta jep një ndjenë bukur, kur gjithë ato familje janë kriju, për momenteve që unë i kom këndu. Sepse ne unë kur kthehem dhe isho ato filmimet e dasmave para 15 viteve në për familje tona, 20 viteve dhe më tutje, e shes se çfarë rëndësie dhe impakti të madh ka kënga, muzika në të gjitha ato emocione që tashmë ti i merr, sepse në mesin e gjitha atyre pamjeve ka dhe familjarë të cilët ndoshta edhe nuk jetojnë më dhe pastaj edhe këngëtari bëhet pjesë e atyre kujtimeve. Prandaj është një rol i pazëvendësueshëm, një rol shumë i rëndësishëm që unë uroj që çdo këngëtar i cili është në një aheng familjar, dasëm, fejes, ku ta diun se çka bëjnë njerëzit, syneti është dëshira atyre për të festuar, ta kuptoj atë përgjithësi dhe ta jap maksimumin e tij. Është mas e vërtet kjo, përpos unë shpesh e them dasma pse mua m'pëlqen tash, se përpara nuk e kam ditën e tij. Mua m'pëlqen nga se është me të vërtet një emocion familjar. Domethënë momentin mua që më ftojnë me këtu dasmë. Unë atë familje i shoh si familjar të mi. Për shkak se përpara dasmat jo mbon në bar, jo mbon në shtëpi. Ndoshta e mbani me. Po. E shumë njerëz e dinë. Gjenerat e reja nuk e dinë, po gjenerat e vjetra e dinë që në porobore, unë bosë s'ka pas salla. Ajo i ka ra që ty të kaftu në shpe dikush. Me këndu, po në shpe. Njajta histori është sot, po të fton dikush në shpe. Edhe pse e ka marrë rent, e ka marrë me vazun një sallë. Gjithsesi po futesh brenda familjes, është njëjta gjë. Ata unë i konsideroj familjar. Vlla, motër, bab, non, prind e qiftit, për mu, unë i shoh si prind e mi. Unë e kom pas raste, jo me emocionu ndasëm, vitin e kaluar më ka ndodhur, më kanë shku lot për një prind të një tasmorit, për shkak se e kom pa prindin tim ndoshta. Edhe ka qenë një moment që nuk kom mujt disa minuta me këndu. Edhe kom thonë le të vazhdon instrumentali. Domethënë unë i shoh si familjar të mi ata, nga se ata po më besojnë, po më shtin shpe. Kështu që unë gjithmonë shka lutna, vetëm një gjë lutna me pas shëndetin gjatë sezonës, Zotit, madhi lutna. Ta kesh gjithmonë shëndetin i ke. Gjithmonë po se po, veç kur të jep fjalë dikujt që kemi këtu ndasëm me çku na i zo ose diçka zot runa, ajo më frikon më shumë. E kështu që ajo edhe këtë vit po nisim tash edhe pak sezonën,
Pilut na zoti mas pari me pas shëndetin, ma secili normalisht mundu unë më ia dhon maksimumin tim. Ajo është obligim edhe moral mbi të gjitha. Edhe profesional, sigurisht çdo temë është një lloj marrëveshje kontraktuale, le të themi, që bëhet mes të dyja palëve, ata duhet i paguajnë, le të themi, obligimet e tyre dhe në anën tjetër është këngëtari. Që duhet ta bëj pjesën e vet. Shkrit thonë jo, unë mundona me bëj atë. Jo, unë e bëj mas pari për veten time. Unë e bëj për profesionalizmin tim gjithmonë mirë. Mundona me dhon shpirtin për mu. E pastaj përfitojnë ata. Sigurisht, jo për parja ajo marketingu më i mirë pastaj mbetet që ajo atmosfera që është në dasëm dhe çdo dasmori i cili del nga aty do të thotë një përjetim prej dasmës ku ka qenë dhe ju keni kënduar. Po mu marrin njerëz dasma për shkak se i bëj dasmat e mira, jo për shkak këngëve që i kam. Se më migu këngë një stërgjyshe ta tregova para emisionit pa thonë, o djalë jam tha na kena dasëm tha, me ato violina tha nuk kena. Do të thonë ka qenë një situatë ku njerëzit ka momente kur më dëgjojnë baladat e mia mendojnë që unë jam ashtu ndasëm. Jo, unë sot kam një numër shumë të madh dasma fal marketingu që tha në dasmë, unë e bëj dasmën e mirë. Për ato njerëz më. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne ke faleminderit shumë, ke sjell energji të jashtëzakonshme këtu në Glam Radio. Ti e din, Glam Radio shtëpia jote, je mirë se ardhur. Faleminderit që ishe sot me neve. E dim që gjatë sezonit do të jesh i zënë, nuk do të thrasim ne gjatë sezonit, por pas sezonit do të shihemi përsëri. Paulina, po duam të falenderoj për zemrës për ftesën, për ato fjalë që i tha që në emisionin tënd gjithmonë kanë qenë emra shumë të rëndësishëm, gjithmonë kjo lidhet normalisht edhe me atë që të fton. Kështu që meritat më të mëdha ke ti në këtë profesionalizmin në sportit tënd, po normalisht edhe në shpirtin e bardhë që e ke. Faleminderit. Nga se respekti gjithmonë është i dyanshëm, kështu që të komplimentoj për emisionin, normalisht edhe në një radio që është jashtëzakonshme, ku gjithë jeni super të mirë, tashmësi me emra një nga një, po jeni shumë të këndshëm, jeni shumë të mirë, edhe unë ju kom prej ditës parë, kur hap radio, më duket kom qenë në hapje këtu, dhe gjithmonë kom qenë me ju, edhe do t'jem me ju deri në fund. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë, është sigurisht energjia që në Glam Radio ne mundohemi ta përcjellim të gjithë ata të cilët janë me neve 24/7 dhe sigurisht ne jemi shumë falënderues dhe ju duam shumë. Deri javën tjetër me kast, ne do të takohemi përsëri me një tjetër të ftuar, por mos harroni të na dëgjoni dhe të vazhdoni të qëndroni me Glam Radio, por të na përcjellni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube.